Kryeministri Edi Rama tha në takimin me kryebashkiakët në Golem se përmbytjet nuk erdhën vetëm nga faktor natyror, por edhe nga dora e njeriut. Sipas kreut të qeverisë, nga qytetarët ka hedhje të plastikës në rrugë, çka ka sjellë edhe bllokim të kanaleve. Rama paralajmëroi se do të ketë ngritje të një taksforce kundër mbetjeve plastike. Në këto kushte, sigurisht që nuk ka shumë për të bërë në aspektin e përballimit të intensitetit lartë të rreshjeve, por patjetër që ka element të kësaj situate që lidhen me njeriu. Dhe pam se si kjo situatë u ndërlikua ndër të tjera edhe nga papërgjegjshmëria rrënjëse e shumë kujt ndër ne që si qytetar i kësaj Republike apo si vizitor shqipfolës kryesisht, sepse nuk janë turistët e huaj që hedhin mbetjet plastike të konsumit të tyre të përditshëm nëpër rrugë, e konsideron këtë vend si një landfill kudo ku ndodhet dhe hedh shishen e zbrazur të ujit apo të pijeve jo alkolike ose qesen plastike. Dhe gjithë kjo sasi e madhe që hidhet rrugëve, ku këtu hyn edhe mungesa e një menaxhimi ashtu siç do duhet të mbetjeve të konsumit familjar në territoret rurale, mblidhet dhe fal erës si fillim dhe fal ujrave të ngritur nga këto situata rreshjes intensive, vjen dhe blokon pika kyçe të rrjetit kullimit. Dhe për këtë duhet marrin masa të shpejta. Kjo është arsyeja pse i kam kërkuar ministrit të pushtetit vendor që të ngrej një task force të përbashkët mes qeverisë dhe pushtetit vendor, përbërë nga disa përfaqësues kyç të qeverisë dhe disa përfaqësues nga ju, për të konceptuar një plan me 3 faza, afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë, të përbashkët, 360 gradë, që nga sensibilizimi tek veprimi në shumë dimensione.